Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e përditshme për mediat u pyet nëse po përdor partinë si mbrojtje për çështjet që ka me drejtësinë, jo vetëm në aspekt personal por edhe familjar. Mirpo Berisha mohon kategorikisht një pretendim të tillë dhe thotë se po mbron vetëm votën e lirë të shqiptarëve. Ai vazhdon të insistojë se këtë e ka një mision, madje më të rëndësishëm se ai në vitin 91. Berisha thekson se sipas tij po mbron votën e shqiptarëve nga një botë e stërfuqishme krimi. Po mbroj votën, ky është një mision për mua, është më i rëndësishëm se ai në 91-shin. Po mbroj votën e humbur, ç'po përdorun këtu? Po mbroj votën nga një botë e stërfuqishme krimi, nga një parti krimi e bërë një me shtetin, nga një propagandë antidemokratike, thot Berisha. Duke komentuar listën e Tiranës, Berisha thot se kryeqyteti u dominua nga bandat dhe votat u blen, duke mos pranuar disfatën e thellë. Berisha thot se Tirana ishte rrethuar nga bandat kriminale ditën e zgjedhjeve që sipas tij kanë shantazhuar qytetarët për votën. Madje kryedemokrati denoncoi sot edhe me emra konkret. Hakmarrja për drejtësi është një bandë me degën e saj të fuqishme në Tiranë, pavarësisht se tani për tani qendrën e kanë në Lushnjë dhe kanë zëvendësuar bandën e Aldo Baras. Por në Tiranë janë eksponent kryesor të saj, ndër të cilët dabullët dhe të tjerë. Segmente të bandës së Shullazit, Seriani dhe banditë të tjerë janë marrë ditë e natë me kërcënimin e votuesve dhe blerjen e votave. Pra Tirana ishte e ngërthyer në një darkë krimi. Në të katër anët e saj, nga serial killer, trafikante organizata, kjo është e vërteta. Çfarëdo që të bëjë Edi Rama, çfarëdo përpjekje me asgjë nuk mund të fsheh farsën e shumtuar elektorale të 11 maj 2025, deklaron ndër të tjera Berisha.